Pse Islami duket konservator krahasuar me kulturat moderne? Sepse Islami është fe e cila nuk kufizohet gjeografikisht dhe nuk kufizohet historikisht. Është fe e cila ka në vetvete parime gjenerale dhe universale. Dhe ato nuk kanë nevojë për modernizim. Etapat e ndryshme historike të mendimit dhe ato që ndikohen nga zhvillimi shkencor, ato kanë nevojë për etapa historike, ajo tradicionale, ajo moderne, ajo postmoderne, kurse Islami është konservativ sepse brenda vetes i ngërthen të gjitha parimet e rëndësishme dhe domosdoshme me të cilat ushqehet mendja e njerëzit në prizmën e monoteizmit që është maksima kryesore e Islamit, bërthama e kësaj feje, pastaj edhe me të gjitha disiplinat tjera që kanë të bëjnë edhe me mendjen, edhe me zemrën, edhe me trupin, edhe me individin, edhe me shoqërinë. Për këto arsye, feja islame është fe konservative, sepse ruan vlerat dhe i mbron ato në mënyrë statike, që mos të ndryshojnë në kalimin e kohës, ose mos binë në ndikimin e mendimeve të njerëzve e të pësojnë ndryshime. Andaj Islami, si fe e para, sfidon të gjitha mendimet e ideologjit tjera, me parimet e veta dhe argumentin e tij fetar dhe logjik që e ka mbrenda për vetës, dhe atë do thotë të fitras që quhet natyra e pastër e krijimit të njerëzit, dhe me këto argumente pastaj ai ballafaqohet me të gjitha tentativat për ta tjetërsuar Islamin, dhe ajo që quhet për shembull na e ndëgjojmë Islam modern nuk konziston faktikisht me këtë fakt se Islami është bazik, është ai Islam origjinal dhe nuk ka nevojë për etapa ose komentime ose trajtime të reja që i bëjnë njerëzit, dhe për këtë arsye ngelet Islami si në kaluamën deri tash Islam konservativ me parime statike, me parime generale, me të cilat sfidon do thotë të gjitha ideologjit tjera dhe imponohet jo me dhunë, po imponohet me fuqinë e argumentit dhe depërton në shpirtin e njerëzit, sidomos tek njerëzit që shijojnë lloj-lloj ideologjish, shijojnë lloj-lloj situatash dhe pushtetesh, dhe në fund ata vetë binden që Islami me të vërtet e meriton ka këtë epërsi dhe duhet të jetë e këtillë e pandryshueshme, sepse kjo mos ndryshmëri e Islamit ishte shkaku që sot ai të jetë aktual akoma në mendjen dhe zemrën e miliarda muslimanëve, po ajo që e bën më madhështore është sfidues për miliarda tjerë të jo muslimanëve dhe është joshës për mija dhe qindra mijë dhe miliona jo muslimanë të cilët çdo vit e më shumë e pranojnë Islamin. Dhe për këtë arsye do të flasim për modernën dhe konservativen në prizmën e Islamit, është një qasje do thotë e cila është shumë e dobët për ta demantuar Islamin, Islami që i ka rezistuar gjitha kohërave, shekujve me radhë, ideologjive, predikimeve, tendencave për gjetë mangësi edhe gabime, e ka mbrojt këtë parim të tij me këto qasje konservative që ka brenda vetes së tij, Islami si fe. Dhe për këtë arsye epërsia islame shihet më këtë, se ai sfidon dhe ai nuk pranon kompromise, ka parime, ka rregulla, ka principe që janë të pandryshueshme, janë statike, dhe nëpërmes tyre, sikurse Allahu i Madhërisht sfidoi idhujtarët e Mekës për të sjellë një Kur'an si ky, edhe vazhdon Islami me sfidu njerëzimin përgjithësi që me sjell argumente për ta demantuar Islamin, dhe fatmirësisht për Islamin dhe fatkeqësisht për të tjerët kanë kaluar shekuj me radhë dhe nuk kanë arrit të gjejnë argumente me të cilat demantojnë Islamin. Qoftë origjinaliteti i Kur'anit, qoftë origjinaliteti i porosive profetike, qoftë origjinaliteti i porosive universale që i mban Islami brenda vetes, dhe që edhe në shekullin e 21 apo shekullin e 15 ngelet aktual, ngelet domethënë interesant për një pjesë të madhe të botës. Edhe për ata që e sulmojnë, po edhe për ata që e studiojnë me niyet ose me qëllim për ta pranuar këtë fe të madhe madhështore e fenë islame.